Për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut të shtuar nga zjarret, zjarrfikësit e Tetovës bëjnë thirrje për kujdes maksimale dhe të shmangen çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr. Komandanti i zjarrfikësve Abni Ahmeti bën thirrje që të mos ndrisen zjarre në ambiente të hapura, të mos hidhen cigare të ndezura dhe të raportohet më njëherë çdo vatër zjarri. Që të kenë kujdes gjatë daljeve apo frekuentrimit në për vende të caktuara në malin Sharr, siç e dim ka shumë vende të bukura, t'i ruajmë ambientin, mos bëjmë ndezjen e zjarreve dhe ta lëmë të ndezur e pastaj gjatë natës një herë e vogël shkakton zjarr shumë më të madh. Gjithashtu edhe me hudhjen e cigareve të bëjmë kujdes që edhe fëmijëve tonë t'ju tregojmë që mos të bëjnë një ndezje të zjarrit për arsye se shkakton të mirat materialet tonat edhe mund të bëjë edhe dëmtimin e jetëve të njerëzve. Ky është apeli im që të bëjmë sa më shumë kujdes që ta ruajmë ambientin dhe natyrën që na rrethon neve. Ndërkohë, Ministria e Bujqësisë njoftoi se nga 1 korriku deri më 31 gusht ndalohet lëvizja në Pyje. Vendimi është marrë në përputhje me udhëzimet e qeverisë dhe kërkesat e ndërmarrjes publike pyjet kombëtare dhe parqeve kombëtare që menaxhojnë zonat e mbrojtura. Nga Ministria bëjnë të ditur se lëvizja në zonat pyjore do të lejohet vetëm me leje me shkrim. Për mos respektimin e kësaj ndalese, personat fizik që do të kapen duke lëvizur në pyll pa leje në përputhje me nenin 106 të ligjit për pyjet, do të shqiptojë gjop nga 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denar. Megjithatë, vendimi nuk nënkupton ndalim të plotë të hyrjes së qytetarëve në zonat pyjore, por vendosjen e një sistemi të detyrueshëm evidentimi përmes pajisjes me leje, sqaroi drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim Stojan Çeangëllov. Kjo mazë blen në një periudhë kur temperaturat e larta dhe moti i thatë e rrisin gjeshëm rrezikun e zjarreve në hapësira të hapura. Lidhur me dukurinë e paraqitjes së zjarreve në zonat pyjore janë prononcuar edhe nga Parku Kombëtar Mali Sharr. Nga ky park u arikujtojnë xhiruesve, fotografëve dhe të gjithë vizitorëve që dëshirojnë të përdorin dron në parqet kombëtare se kjo nuk është e lejuar pa siguruar paraprakisht leje përkatëse nga institucionet kompetente dhe miratimin nga drejtoria e parkut. Gjithashtu nuk është e lejuar përdorimi i motorëve, automjeteve ATV dhe UTV jashtë rrugëve ku lëvizja është e lejueshme. Që të arsyetojnë këto kufizime, Parku Kombëtar Mali Sharr përmes rrjeteve sociale, duke e ilustruar edhe me pamje, ka prezantuar, siç thonë, një takim të vogël që na kujton pse e ruajmë Malin Sharr. Gjatë patrullimit në terren, të punësuarit patën një takim të pazakont me 2 kaprojt të vegjël. Kaprojt ishin në gjendje të mirë shëndetësore, pa shenja lëndimi apo dehidrimi, dhe prandaj ishin lënë në habitatin e tyre natyror për t'u ribashkuar me nënën. Ky është një mesazh i rëndësishëm deri te të gjithë vizitorët e malit, kur do të hasni në klysh të vogël të ndonjë kafshë të egër, ndihma më e madhe që mund t'ja jepni është t'i siguroni qetësi. Mos e prekni, mos e zhvendosni dhe mos e merrni me vete. Mali Sharr është shtëpi e prallave të egra të pafundme, t'i lejojmë natyrës të ndjek rrjedhën e saj, thonë nga Parku Kombëtar.